Ju përshëndes gjithëve miq të Super Sport, do të përjetojmë së bashku këtë sfidë të javës së 29 në kategorinë superior. Jemi në Ballç, luhet Bylis Apolonia, një duel që ka marrë për masat e një derbi. Fillon dueli në Adush Muça me topin e parë që luajnë vendasit. Një Loran braziliani për në drecën, kombinimi mirë mes të dyve në krahun e majt, ka mundësinë Loran de Oliveira krosimi në anën tjetër. Ka hapësira tashmë, mund të provojë skuadra e Bylisit. Begji Antoni brenda zonës, Antoni goditja qendrore. Gjojzer ka një provoj. Dreca, provon të majtën Dreca, shtyll, çfarë goditje nga Edison Dreca. Shëzuar, Kojić, kombinimet mira Dreca, Sarkanji brenda zonës, edhe një Sarkanji lëviz shumë bukur, Sarkanji Dreca, provon të majtën, dalet ai top nga Mihana. Dhe largon Agjarre. Dhe më shëllima, Dreca, këto me lëvizu, godita e majtë Drecës, devion Harizaj, me dhe topi aty Amos, e kthen Amos, blokohet nga sota edhe një Amos, topi është i lartë, Harizaj devion. Larkohet më pas me kokë nga Levendi, por sa i rrezikshëm edhe një Dreca me atë të majtë potente. Mihana provon, Mihana mbi travers, shkon kjo goditje. Rëton Mihanës, dhe si kishte rrezikshmëri, por kon filtrimin, por Emira Lila e humbet topin gjata më pas në rrym, mjaft mirë. Pano Qirko protestojnë të ka Apolonia. Shans shumë i mirë për Firakët për të marrë përsin, gaboj Francu Emira Lilaj. Pasimi i Harbës për Amos. E dërgon jashtë, ishte në tefe, po shton më shumë presion. Vjen krosimi i Haris Harbës, është i lartë, Janku e kthen dhe shkon jashtë. Qytetari i Laçit. Nësa këtu ka mundësira Apolonia dhe Mario Vasili mund të dërgonte në rrjet. Pozicioni është i rregullt. Teksa ka shohim se ka patur një goditje pa top, kartoni kuqi me një hershëm për Spahiun. Kartoni kuqi me një hershëm për Renato Spahiun për një veprim ndoshta antisportiv. Një Sota provon ta dërgoj përpara, Sota del Qirko, vetë topi aty ka mundësinë Apolonia, goditja. Çfarë ka gabuar Vasili? Çfarë gabimi? Pasimi Drecës për në tefe brenda zonës, se ul me gjoks. Antoni me të majtën Antoni! Amos Antoni! Kalon avantazh Bylisi në minutën e parë shtesë në këtë ndeshje. Goleadori i kësaj skuadre, autori i 8 golave. Amos Antoni e dërgon në ferr Apolonin me këto gol. Në vështirësi Aslanaj për pak jarën ben me Metlari dhe përfundon gjithçka. Fiton Bylisi në këtë duel me Apolonin në këtë derbi. Ju përshëndet gjithëve miq të Super Sport, mirë se vini pamje të drejtë për drejtë nga stadiumi i Kamzës për sfidën e javës së 29 në kategorinë superiore mes Kastriotit dhe Laçit, një përballje shumë interesante, një fitore minimale. Ka nisur sfida, shohim se çfarë do sjell. Mikrosimi drejt zonës, ka një goditje me kokë, shkon mbi portën e Alen Sherrit, ishte Silvestër Shkalla. Ansor, e qenë lart flamuri. Provon me djatën, Kledi Daci, pret portieri Alen Sherri. Dhe më pas, një sianizim për një pozicion të parregullt. Neziri, ka shqetësimin e Xhixhës. E ka marrë topi dhe Emiliano Musta, mund provoj dhe një Laçi. Gjithë Musta. Rësimi i drejt zonës, mirë ka prapa Zulfiu, me kokë nuk arrin të gjejë portën. Çfarë rasti për skuadrën e Laçit? Ilyasa Zulfiu nuk ka arrin do të koordinohen siç duhet në goditjen e tij me kokë. Agnaldo Moraes përpiqet të shkojë përpara, por ka gjithçka në kontroll Albion Marko, pas momentit që ka marrë Rezi. Mundësi për Kastrioti, Rezi provon këtë goditje. Alen Sherri arrin ta ndalet gjuajtjet e Ermir Rezit. Si në krahun djathtë, gjithë Neziri provon të avancojë vet. Është mbyllur mjaft mirë nga ana e Renato Malotës me shumë eksperiencë. Van Dave. Edhe tjetër e kalon tek Marku, krosimi i tij brenda zonës, Noah Bueze. Super Islidi. Shpëton skuadrën e tij nga hapësimi i golit. Çfarë raste më i mirë në këtë ndeshje për skuadrën e Laçit. Krosimi tepër i fortë. Sherri. Në dy kohë arrin kontrolloi topin. E shkelmon më njëherë përpara në kërkim të Noah Buezes. Shkoni kam probleme për Sokol Nezirin dhe protestat e lojtarëve të Kastriotit.
Shumë ka karton të kuq. Ka karton të kuq e pa besueshme për Kirian Nua Boeze në minutën e 82. Pron Lushkja me këtë goditje, Hidi arrin ta ngushtojë mjaftir topin, vjen aksioni për Laçi, Zulfiu e çon drejt zonës. Dhe mjafton me kaq, mbyllet këtu sfida, nuk ka fitues, barazim pagola mes Kastriotit dhe Laçit. Ju përshëndes miqtë Digital Super Sport me pamjet e drejtë për drejta nga Niko Dovana, ku do luhet një nga ndeshjet më të rëndësishme, jo thjesht për llogaritë e javës së 29 të kampionatit ton, por edhe për sa i takon vazhdimësisë këtij edicioni përballë janë kryesuesit e Teutës dhe kampionët në fuqi të skuadrës Tiranës. Dëgjot, Selezimi Ferataj, sfida që nis me topin e lutë nga qendra kryetare e skuadrës së Teutës është më njëherë Aleksi Ismail Geci, topi është i ulët Kale, ai topi ulë mjaft mirë Seferi, edhe një tjetër, por nuk mbyllet kjo skem mjaft e mirë e lojtarëve të Tiranës. Është Oxhallari me këtë gjujtje në kuadrat, por Stivi Frashi në pozicion e ndal. Shëm këtë krosim të fort në zonë dhe këtë tentativ kërkojnë top të përkë me dorë lojtarët e skuadrës të Tiranës, gjithçka e rregullt. Sërish marrë të lojtarët e skuadrës të Teutës i dalin mjaft me Emiliano Villes në krahun e djathtë, vjen kjo gjujtje që shkon jashtë kuadratit të poshtos. Vetëm rivënie fundore. Seferi për Kale, ulët mjaft mirë do top Kale. Nuk ka patur devijim, vetëm rivënie fundore. Ekzekutor për shpejtësi kjo goditje dënimi dhe më njëherë mundësi për brekun që provon të shërbejë në krahun tjetër. Në qendër Torasa Pretori në krahun e djathtë edhe një tjetër për Seferin ai top. E ulë mjaft mirë Seferi përballë portier Seferi, bllokon mjaft mirë edhe një tjetër këndyrje, sërish Stivi Frashëri, perfekt në atë ndërhyrje. Stivi Frashëri. Edhe dhe për Elton Kale, provon një kalim mjaft mirë Elton Kale, shërbet në qendër Torasa, ndërkohë që afro Toli në krahun e djathtë. Pikërisht për Toli është këto, pritet një krosim i cili vjen në qendër zonë pas kjo gjuajtje e lehtë e Torasës në kuadrat. Batha, Ismail Geci Oxhallari. Shohim të ekzekutim të Bathës dhe topi që shkon në rrjet, 1-0 Tirana. Idi Batha, fantastik në këtë ekzekutim në minutën e 78, Tirana merr kryesimin në Niko Dovana. Abdyli. Provon të bevazojmë një gjuajtje, Abdyli! Devion Vizar Bekaj. Fantastik, Florent Abdyli. Batha. Topi në të zonës për Erion Oxhallari. Fantastik, Erion Oxhallari! Fantastik, Erion Oxhallari! Shënon golin e dytë për skuadrën e Tiranës, duke hipotekuar fitoren ndoshta nga më të rëndësishmet e Tiranës në këtë kampionat. Nuk pret më kryesori, Olcit Ferataj në Niko Dovana, Tirana merr një nga fitoret më të rëndësishme të këtij kampionati, duke thyer kryesuesit e Teutës dhe duke i detyruar të zbresin nga kreu i tabelës së renditjes. Në Loro Boriçi takohen Vllaznia dhe Skënderbeu në një duel midis dy skuadrave që kanë objektiva të kundërt me njëri tjetrin. Vllaznia që shpreson të rikap kreun dhe të shkojë deri në fund në garën për titull, ndërkohë që Skënderbeu kërkon mbijetesën. Dy skuadra që kanë ndeshjen e fundit në këtë sezon në kampionat, por jo ndeshjen e fundit sezonare ndërmjet tyre. Nis këtu dueli. Aris Dilaver me njëherë për Demir Imerin tek Adili. Marku provon të avancoj, Marku fton dhe njërë në krahun e djathtë, është Ardit Hoxhaj. Findet i shmang zguron, Vlonjati tenton krosimin në zonë Imeri. E kishte mundësin. Edhe njërë kalimi i Ardit Hoxhajt, krosimi Gurishta. Provon këtë kalim, Erdenis Gurishta edhe në ban, i drejtohet zonës, Erdenis Gurishta, pritet pasimi, Hoxhaj nuk arrin. Një top që ndalet dhe më pas preke me dorë. Duket e Vlonjatit, por çfarë mundësie. Arrin ta ul, Da Silva,
E çon mirë për Demiri Meri, mbështet braziliani, e fton Demiri Meri, kërkon hapësirën Da Silva, pret Gurishta, Da Silva me këtë goditje. Jashtë kuadratit priste në krahun e djathtë i vetëm Erdenis Gurishta, e dorëzon shumë shpejt topin Skënderbeu, por tu rimer Elvi Berisha hy në zonë, Berisha, kjo gjuajtje 1-0. Elvi Berisha, minuta 25, munges përqendrimi nga Mevlana Dili dhe ndëshkohet skuadra e Vllaznis 0-1. 25 minuta loj. Provon Erald Marku këtë krosim në zonë 1-1. Dajashi, ai që shumë shpejt kthen ekuilibrin. Goli i dytë sezonal për qendërmbrojtësin Elbasanas. 1-1, minuta 28, Sabonis. Krymi provon ty në zonë, shkon deri në fundore, Krymi me këtë krosim, Dilaver, më pas Hoxhaj. Çfarë mundësie? Dy sulmuesit që nuk gjejnë koordinimin e dur. Shohim edhe një herë tjetër. Gurishta e lë topin pikërisht për Dilaver që bën devijimin e fundit. Që çfarë hapësire ka Isaevski me këtë diagonale drejt Da Silvës që i drejtohet zonës, arrit ta ul në qendër Demiri Meri, kjo gjuajtje devijohet nga Melos Bajrami. Da Silva dhe një Marku ka hapësirën, Heqdor fton Da Silvën, kjo gjuajtje e tij Dajsinani. Ideja ishte e mirë, teksa provon tani me shpejtësi, Elvi Berisha provon këtë gjuajtje topi që devijohet. Zguro me Dinakri provoj ta niste Miloš Kalezic, niset numri 14, top që devijohet në mur dhe nuk ka më kohë pasi Blerim Ziri mbyll tu këtë sfidë. Vllaznia që merr këtë fitore. Përshëndetje miq të Super Sport, jemi bashkë me pamje direkte me stadiumin Air Albania në kryeqytet, aty ku pas pak minutash do të fillojë dueli mes Partizanit dhe Kuksit në këtë javë të 29 të kampionatit. Duelit vjen vëshëllima e tij nis në Air Albania, Partizani Kuksi. Topi dhënë për Hasanin. Shkon drejt zonës, Hasani, krosimi është i ulët të rrallë, Çinari. Shansi mirë për Partizanin është i pari aksioni rrezikshëm në portën e Kuksit. Edhe një Ibrahimi. Sëri pasim për Gashi, pozicioni është i rregull, krosimi vjen në qendër. Largon topin Mbroja, zona goditjes, tenton nga distanca. Limaj qendrore ka pritur Teqja. Niset Hasani, provon me goditje drejt portës, topi në rrjet, një super gol. Yasir Hasani kalon avantazh Partizanin. 1-0, minuta 39. Një super gol i Yasir Hasanit nga goditja e Nini. Kosim drejt zonës, Çinari përballë portierit, Çinari 2-0, goditje dyshe Partizanit. Brenda 3 minutash godasin dy herë. Një çar në mbrojtjen e Kuksit e shfrytëzon në maksimum Çinari. Bardhi në krahun tjetër është Hasani, pasimi për të Hasani përballë portierit, Hasani Tafas shpëton golin e tretë. Hape kjo e drejt krahut tjetër, Hakaj ka avancuar, e mban në kontroll, provon të shmangu dështarin Hakaj, shkon drejt zonës Hakaj, pasimi mbrapa. Ndërkohë Flores Stenio Junior përballë portierit, Junior 3-0, shumë thjesht Stenio Junior. Aksion fantastik i Partizanit me një skuadër gati në gjumë i që Kuksi në këtë moment të lojës. Topi në qendër provohet kjo goditje drejt portës. Topi që përplaset në shtyll. Gati për një super gol. Partizani me Kotën. Një majtë e jashtëzakonshme e Kristi Kotes. Topi në qendër, devijohet nga Eze. Ka ullur Mala, zona goditjes, Mala provon, Mala 4-0. Esat Mala, vjen dhe goli 4. E gjithë zona plot me lojtar, Mala kontrollon topin dhe me të majtën e çon në cep duke mposhtur përsëri portierin Tafas. Vjen fundi në Air Albania, Partizani vazhdon të çuri pozitive në stadiumin e kryeqytetit. 4-0 rezultati në fush. Një Partizan fantastik sot, një dominim ndaj Kuksit me 4 gola, 2 në pjesën e parë, Hasani dhe Çinari dhe 2 të shënuar në pjesën e dytë me Junior dhe Esat Malën.